Vitori tu bëftënënja dhe moj, aman Vitori, Vitori tu bëftënënja dhe moj. E vidi shira, hajtë dalim nga bolën nga dhe Jemi në moj. transmetim, do gatuajmë apo do këndojmë? Edhe do këndojmë dhe do gatuajmë. Të gjitha bashkë. fantastike të këngëve. Të gjitha bashkë. Po pak turpe. Hajde këtu, hajde. A mund të më japësh një tenxhere Nuk e di si e kisha zërin të ngrohur. të mrekullueshëm? Ja ti tregojmë pak ambisave çfarë do gatuajmë, jemi në kuzhinë, do përgatisim recetën e parës dhe po ashtu dhe do këndojmë. E kemi shumë Patjetër që po. Po tani nuk dim çfarë të bëjmë, të këndojmë apo të gatuajmë? Të dyja bashkë. Do t'i bëjmë të dyja bashkë. Çfarë recete është kjo para? Çfarë do gatuash? Ne sot do bëjmë një tavorizi me mëlçipule. Do ta bëjmë shumë të shishme. Se vën fare në dyshim. Së pari do skuqim qepën. Këty do t'u japim mëlçive, do t'u japim një val t'ja u derdhim ujin e parë. Pastaj do ta hedhim aty tek qepa. Pastaj do hedhim orizin. T'i përzim të gjitha bashkë, erzat, kripën, piperin, majdanozin, koprën nëse ka. Ta përgatisim të rr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 
Që sa shpejt i bën një këngëtar që sa shpejt gatuan. Gjitha, Riu, sepse me vë në minuta të punë tëra. edhe këngën. U fol shpejt, Po, u fol. po. Po për të gatuar do kohën e vetë. Ti e kuzhinjere dhe para teje ne nuk jemi, Po jemi qartë anëtje. thua me po dhe unë jam visat thjeshtë gjitha në visat janë. Okej, Po edhe ti e këngëtare, thot Albana, dhe po, para ama teje gatuam. çdo femër shqiptare, sidomos të moshës tonë, di të gatuaj, të sajoj. Po ne sot e bëm sa për kështu, do me thëmë, për të kaluar. Po për t'ja u sugjeruar, Për dhe shpejt këtu e jemi, shpejt. për këtë arsye jemi këtu. Të sugjerojmë receta, t'i kujtojmë recetat e traditës tonë, tabani është tradita jonë. Si që janë këngët e bukurat të tabanit tonë, ashtu është dhe guzhina. Po, ne në fshatin tonë për shembull, në fshatin, mamaja ime, jo në fshatin, se s'kisha vajt në përgjithë fshat, mamaja ime bënte petanik, po i bënte shumë të mirë, me peta të holla, me gjallë, po ishte saçi aty. Po, e bënte të veçantë saçi, Bënte pjekjen. zorë të mbushura, për shembull, ato të qëngjit i mirë, të ishte një zorë që ishte tërë gërgjele nga ja, tërë djamra kështu, i lante mirë, pregatiste orizin me erzat e kështu si që po e bëjmë ne tani, e mbushte zorën mirë dhe pastaj i shtronte aty. Ajo merrte shihen asaj. Sa rëndësi dhe çfarë roli ka nëna në kuzhinë për vajzat, ë? Mbetet dhe trashëgohet për gjithë jetën kjo pjesa. Një nënë që gatuan është një model shumë i mirë për vajzën. Harapashin për shumë. Harapashin, E bënte po. shumë të mirë. E merrte ato miellin dhe hedhte kështu aty tek skujt e qepën në fillim, edhe me këto të përbrëndshmet e qëngjit, ndoshta dhe kecje kështu, Po. dhe hedhte atë miellin ngadal që të mos kështu, të mos bëj krizohej. koka. Po. E trazonte mirë, po i hirte pastaj ti ata ndonjë gjë tjetër, po Këto janë s'kishte recetat që nevojë të kanë për mbetur kështu në memorie nga gatimet e çfarë nënës. bën ti tjetër veç harapashit? E harova. Jugu ka shumë receta të traditës. Byreqet që i bënte për shumë me Edhe gak. tavat me oriz, për shembull, i ka shumë të mira, Tava me orizi erza, sistemi me kështu. gjik. Gjithë parë gjëret e fshatit i bënte shumë mirë dhe unë isha e vogël, sigurisht. Kur u rita e shifja që i bënte, por mbaj mend që gjitha ato zonjat e fshatit thoshin nëna jote gatuan shumë mirë. Si quheshe nëna? Gatuante shumë mirë dhe këndonte shumë. Edhe këndonte, ke marrë dhe zërin edhe gatimin nga Edhe nëna thoshin, jote. i thonin këto kur shkonin ndonjë për shumë të nxirnin patate në mal. Ti teto, se teto i flisin, ti do të na gatuar. Nuk dini fare, thoshta, ju të bridhi në male të meri ajrin e freskët, unë të digjem këtu gjithmonë, me të qeshurat. Po s'ka si duart e nënave dhe gjysheve tona. Na kanë lënë një pasuri të jashtëzakonshme guzhinën dhe me mençurinë e tyre kanë arritur t'ja dalin, të ushqejnë familjen edhe të ndërtojnë receta që mbeten Me të vite. vërtet, është artë më vete. Ashtë më vërtet. Ti kur gatuan këndon paro? E ke këtë zakon? Po, gatuaj. Apo je lodhur dhe Në thua... shtëpi jo gatuaj. Tani kur jam i lodhur ndonjëherë edhe ha jashtë, për shkak dhe shkoj e marr kështu kur jam te e lodhur. Por e përgjithshme gatuaj në shtëpi. E përgjithshme. Tani të vendosim pak ndoshta mëlçit të gatuen apo të Ja, vendosim ka punë, do më vendosur tregosh vajin e paro? tigan paksa. Mëlqit? I gatuajmë tani mëlçit dhe tregojmë pak me anë Unë të... thash që, po hajde të jedhem këtu për kërë. Ka urdisim, ti dojë të zjeje pak. Pse jo, e ndihmojmë me pak ujë të nxehtë Ja, kam dhe ujë këtu. i japim një vlim. Mos i edhe atje të gjithë. E tjedi, do në gjdo anglis Si ka gatuan mënyrën ti e në shtëpi? vetë. Gjdo anglis ka mënyrën e vetë.
Ja, vendosim qepën dhe ndërkohë bashkë Unë doja që këtu me gjithë se janë larë njerë, janë larë shumë, desha t'ju kulloja lëngun, por kam halë se mos më bëhet oriz zi dhe më shajmë. Shikoj pra, nëse ne të shikojmë tasin, nuk ka gjak. Kjo do thotë që është bërë një shplarje shumë e mirë. Shohim së bashku çfarë përmban receta, ka mëlçi të zakonshme, të viçit, të pulës, kryesisht me të viçit bëhet kjo receta, apo edhe me të pulës. Mëlçit e pulës janë pula. Mëlçit e pulës, si prezentuam në fillim. Dhe do t'i zjeni, do t'i kulloni nëse do t'i pastroni, ka urdisni me qepën, dhe në këtë fazë të procesit jemi. Me orizin. Është shplar më përpara. Është shplar orizin më përpara. Ja më trego pak paro se çfarë, le themi, regjimi, nëse e themi, stili jetese ke ti. Si e nis ditën tënde? Çfarë konsumon në mëngjes? Si e nis mëngjesin? Të ndryshme, nuk kam ndonjë dietë të kështu. E konsumon mëngjesin? Konsumon. Si nis dita jote me mëngjes? Ndonjëherë edhe nuk konsumoj, shkoj direkt te kafja. Ndonjëherë ndonjë biskop, ndonjëherë kur vi që nga kafja, atëherë e ha mëngjesin dhe drekën e ha shumë vonë, nga ora 4-5 për shumë. Dhe në darkë nuk ha ndonjë gjë. Te dreka jetë tradicionale apo i ndërthurur? Jo, te tradicionalet janë, sepse gatuaj veç. Gatuaj për shumë speca të mbushur, atur lira, patligjan të mbushur, nga këto gjërat. Ja, e marrim një këngë tani në paro, se shumë po gatuajmë sot. E kemi nisur që në fillim fare të ditës me gatim, plus çka kemi bërë dhe mëngjesin. I fuzim një këngë tani në si thua. Kur pranvera të lullëzoja, unë do dalë të kërkoja. Kur pranvera të lullëzoja, prapë do dalë të kërkoja. Do vitë të marë, o syri lara, mali më kamaro. Dashurie para. 75 vjeçare, mu cool, nuk keni parë ju. Zërin Bilbil. Kot nuk e ka emrin Kapedania. Po zëri Bilbil që në mëngjes vetëm me një kafe o gocë. S'ke ngrënë asgjë sot, ë? Asgjë s'vura në gojë se isha i qik pa qef sot. Të imagjino kur nuk është pa qef, paro. Pare kur është me qefe? Ti e xhamat e dritares. E ftohur nga fyti. Çfarë bën ti për të kujdesur për zërin? Bën ndonjë ushtrim të zakonshëm? Sa shumë para se të këndosh në koncerte? Vendosim sa të duash. E stërvit zërin, e mirëmban zërin? Asnjë çik pi cigar. E pi cigaren? Sa vite ke? Vjen vetë zëri. Kam sa vite. Këta vite. Dhe gjitha do t'i themi këtu është shpirti. Tu jemi transparent, i themi, a the vetë që parë, i them për publikun gjithçka. Të gjitha do t'i themi. Ne të treja jemi, mos e vrit. Edhe gjithë publiku. E gjithë publiku jashtë edhe brenda. Mirë, le të fokusohemi atëre tek receta. Kemi vendosur mëlçit, ato janë zbutur pak? Po janë zbutur pak, do t'ju hedhim oriz. Miki, të lutem, jepi një lugë zonjës Paro dhe oriz hedh sa duhet këtu. Unë kam vendosur më shumë. Tamam. Patjetër. Aq sa mëlçi kemi, të shohim tash raportin e mëlçive dhe të orizit, të cilin e kemi shplar, si çdo gatim me oriz. Orizin kokër rrumbullatet të bardh. 4 5. Dhe si themi ne që një mendoj se kaq. Etaloni matës i produkteve i gramaturave është syri. Shembull Paro mendoj që kaq lugë oriz duhet për këtë recetë. Edhe kështu, tani do vendosim edhe erzat, i largoj unë të gjitha këto. Jepi edhe erzat. Do t'i hedhim erza recetës, koper. Mos ka shumë pirkë moja. Kemi në energji koper majdanos, të cilat do unë t'japin nuk gatuaj me krip shumë, kështu që gatuaj me pak krip. Po, normal, kripën e vendos më pas. E presim të pjesa e gjetheve, ja disa gjethet cilat janë larë shplar mirë të bimëve aromatike, pra i kemi ka urdisur mirë, kemi ka urdisur qepën fillimisht, kemi ka urdisur mëlçit, kemi shtuar edhe orizin. Tani, para do t'i shtoj edhe bimët aromatike. Do vitë të marë, o syrila. Do vitë të marë, kemi larë, ato janë fjetë që kemi lidhur, po do t'i shpëlajmë dhe njërë. Lesi lajuna, i lanë më për këto. Më para. Ja, mu për këtë punë sot, ti s'ke punë fare. Kështu shkom gjëja, s'ka. Po qatë theja ka qëlluar kë moderatorja që s'di të këndoj. Kështu bëhet emisioni. A do vishë të japës tjetër?
Paro është e gatshme të gatuaj dhe të vitë na servir receta të gjyshes dhe të nënës së saj. Tjetër, thot kja. Paro në fund vit do ta gjem në Londër për shqiptarët e Londrës. Oh, Derman! E mora këtë harova. E mësoj tani ku janë gjitha qezma vëndet e kuzhinës. Si në Kjo shtëpinë është tënde. komoditeti Si në që shtëpinë ofrojmë tënde, ne në mos e vrit Rezidilli. Pastaj do të vendoset e gjitha do transferohet në tavë, apo jo? Në një furrë që kemi para ngrohur, 200 gradë Celsius, do ta vendosim për të pjekur dhe ne bëhemi gati pastaj për ta shijuar. Pasi të kemi mbaruar me hapësirën tonë, i Do duhet 20 kisha sjell një minutë. tik nga shtëpia. Së shtika jote, nuk Se kisha shumë të mirë. Kjo tregon që ti Kam vujt për thika shqyqyr që gjeta. Ke vuajtur për thika? Po, kam vujt për thika shqyqyr që gjeta. Më falë, do ta bëj një ndryshim plani tash i pak. Ja një sekond. Ja me zonja Paro. Ja me zonja Paro. Çfarë deshe? Çfarë deshe? Ke vuajtur për thika? Jo, kam vujt në shtëpi o këtu. Jo, këtu shtëpi. Ja, këto janë pikat. Zgjidh parë. Hiqi moj se me këto bëhet ata, ja hiqi. Ku janë pikat e mia? T'jedh me duar unë kështu. Me duar do si t'jetë, në pa shtëpi. tjetër. Duar Si të që jedhim pastra, në shtëpi. normalisht. Si në shtëpi. Pra sa të ngrënë dhe të çlirojnë ato aromat, bimët aromatike, Mirë kemi i shtuar bëra? dhe piperin e zi. Shumë mirë. Me to Aroma. Mos doni që nuk di. Si që veprojmë në shtëpi, nuk e thamë në asnjë moment, po dim që edhe byrekët i qanë në Paro. Byrekun me spinaqe, të mbushura me të brëndshme, byrekut tradicional që janë një shije veçantë e kuzhinës tonë. Furrën e kemi gati, kështu që jemi drejt përfundimit. Mbajeni mend qepën, mëlçit dhe orizin. Gjeni mëlçit mirat fresta, mëlçit e pulës kryesisht, më pas i gatuani me qepën, ose i zjeni paraprakisht, ose i shplani 2-3 herë. Merrem unë me këtë pjesë. Se di ku e kanë vendin. Po, ja. Ndërkohë marrim tavën këtu në qendër të Tavën, tavolinës. e fusim aty. Po deshe fusin tavë, po deshe lere të zjej kështu si të Pra, do. ai lëm këtu të zihet, Lere sepse kështu të zihet. kurse edhe energji. Pa. Shiko, mire ka Paro, e lëm Nga të që zje nuk- aty se ne du t'i përshëndesim edhe shikuesit, kështu që me Paron dhe Albanën ju Shiku së falenderojmë dashur, shumë. boni dhe ju kështu si zbëri paru sot këtu. Mëlqi me oriz dhe gjas me tavë. Po ne do t'alëm njerë kështu. Ke Se një do mesazh? ike unë nuk do ri këtu. Përveç recetës, ke një mesazh për zonja tona që na ndjekin? Çfarë t'ju thuash zonjave? Se kemi shumë zonja që na Ju ndjekin. uroj gjithë të mirat e botës, paqe shëndet në radhë të parë, lumturi familjare dhe pastaj kur t'u vi mendja po desh gatuani, po desh mos gatuani, si t'u doj qefi. Po e mira është të gatuajmë, se ka lezet shtëpia. Po me të Vetja, gjella e shëndeti në shtëpi. rast të parë. Edhe ne të Edhe falenderojmë një shumë. këngë dhe jemi mreku, Mos gatim shëro të këngë. Ti kënduar. tani këndova, vdiqa. Tani këndojmë. Se O, do këndoj se ma ka Dhe ju falenderojmë shumë që na ndoqët me zërin e Paros dhe me Albanën që ambanisën. Ju përshëndesim. Mirupafshim. Faleminderit shumë të gjithëve. Faleminderit Paro. shumë.